Varroset për 2 klikime, personazhi i njohur shqiptar rrihet i shpërthen në komente. Një video e pazakontë marketingu e ka vendosur agjentin e njohur imobiliar Arber Dervishaj në qendër të vëmendjes së rrjeteve sociale. Ai ka realizuar një video ku shfaqet duke e dalë nga një varr me qëllim që të promovojë blerjen e pronave. Me këtë gjest, Dervishaj synon të bëjë thirrje qytetarëve që të nxjerrin lekët nga dheu dhe të investojnë në shtëpi. Kjo strategji e tij shihet nga shumë si një shembull i qartë i dëshpërimit të agjentëve imobiliar në kushtet e fluckës së tregut të ndërtimit, ku gjetja e klientëve po bëhet gjithnjë e më vështirë. Videoja është bërë menjëherë virale dhe ka shkaktuar një val komentesh. Ndjekësit janë ndarë mes atyre që e shohin si një marketing gjenial dhe atyre që e cilësojnë si një veprim të shëmtuar për të mbledhur klikime.